Prokuroria e Tiranës kërkoi arrest në burg për 2 protestues të arrestuar për dhunën që shpërtheu në tubimin e opozitës më 10 shkurt përpara kryeministrisë dhe kuvendit. Edhe 3 të tjerë u veçuan nga grupi me 14 të arrestuar dhe për ta u kërkuar arrest në shtëpi. Akuza i gjen ata si më agresivët dhe të dhunshmit në sulmet me molotov, gur dhe lëndë piroteknike ndaj uniformave blu gjatë protestës së PD-s. Por gjykata penale e Tiranës vendosi të lirojë të gjithë dhe të caktojë me as detyrim paraqitje. Të dyshuarit janë nga mosha 18 deri në 36 vjeç, shumica me historik dhune në tubimet e tjera të opozitës, mes tyre edhe një grua 42 vjeçare. Ndaj tyre rëndojnë akuzat goditje për shkak të detyrës, plagosje rënd me dashje, prishje e rendit, shkelje rregullave mbi lëndë djegëse, shkatërim prone me zjarr dhe kundërshtimi i policisë. Përballja 14 të arrestuarve me drejtësinë u veçuan nga ajo e 7 miturve të cilët të premten u liruan gjithashtu, me mas detyrim paraqitje, mes tyre edhe për nipin 17 vjeçar të gazetarit Qimpeka, pronarit formal të Syri TV. Një ditë më parë operatorët nuk filmuan asnjë nga deputetët që mbështetën dhunuesit në gjykata, ndoshta në mesin e tyre, edhe ai që lëshoi bombë molotov ndaj kolegut të tyre, Aldo Kashri, i cili u përfshi nga flakët teksa ishte në krye të detyrës, duke përcjell përmes objektivit të kamerës gjithçka ndodhi në protestën 3 orëshe të PD-s. Përfshirja të miturve në protestën e 10 shkurtit duke i dalë në ballë dhunës që e përfshiu atë, u akuzua nga përfaqësues të qeverisë si një skemë mirëfill të udhëheqësve sipas tyre deputetëve me imunitet dhe vetë Sali Berishës që të mos ndiqen penalisht autorët e vërtet.